Sikundërisht e paralajmëruarisht të dënuarit politik kanë protestuar përpara parlamentit në mbështetje të grevës së urisë së kolegëve të tyre, greve e cila ka hyrë në ditën e 20. Protesta është zhvilluar në masa të forta sigurie ku një kordon i gjatë policësh ka bllokuar edhe hyrjen për në kuvendin e Shqipërisë. Me parulla në duar, ish të dënuarit i kanë kërkuar qeverisë të mos hesh ndaj kërkesave të tyre, pasi raste tronditse të dy ish grevistëve që dogjën veten do të përsëriten. Të burgosurit politik, në thelbin e tyre, kanë një kërkesa tyre është integrimi real në jetën sociale, i cili ka munguar për 21 vjet. Mungimi i këtij integrimi, si pasojë e politikës 21 vjeçare, e cila ka luajtur me këta njerëz duke i vjedhur votën. Ish të dënuarit kanë kërkuar që të lirohet kolegu i tyre Perikli Shqevi, pasi ai akuzohet se i vuri flakën Gjergj Ndrecës. Protestës së ish të përndjekurve ju është bashkuar dhe Aleanca Kuqezi. Gjergj Ndreca dhe Lirak Beko, fytyrat e të cilëve simbolizojnë fytyrën e djegur të demokracisë shqiptare. Ata u dogjën, ashtu siç po përvlohet i gjithë populli shqiptar, nga mafia e kryesuar nga shtetasi Sali Berisha. Të dënuarit dhe burgosurit politik pas përfundimit të protestës janë bashkuar kolegëve të tyre që ndodhen në grevuria,